Situata në qarkun e Durrësit është paraqitur kritike për shkak të përmbytjeve në disa bashki e komuna. Veç përmbytjeve të mëdha në shumë lagje dhe rrugë kryesore gjatë ditës së premte, situata ka ardhur duke u rënduar në orët e vona të mbrëmjes në këtë qytet dhe komunet e tjera përreth. Në Durrës së shtunën situata është normalizuar pak, ndërsa problem ka ende në zonën e Ishkënetës, ku ka përmbytje të 10 banesave e bizneseve. Gjithashtu situata e rëndë paraqitet edhe në zonën e plazhit, ku banorët për të shmangur izolimit kanë ngritur ura me mjeta rrethanore, ndonse përbën një rrezik për fëmijët dhe të moshuarit. Ata shprehen se ende nuk kanë parë ndonjë masë konkrete të marrë në këtë zonë, ndonse vazhdojnë të qëndrojnë në ujë prej 24 orësh. I lutemi qeverisë të hapi kanal atje, se janë mbytur tërë lagja i ka hyrë ujtë brenda. Gjëna kanë fëmijë të vegjël, kanë të sëmurë, kanë... Se shkjo pikë të ketë turp qeveria, të ketë turp Sali Berisha, zonën e plazhit ta lejë të mbytur me nder në halet. Dritat ka 2 ditë që s'ka, edhe ujti hidrovori nuk punon, mënyra me mundshme ishte kjo. Nuk ishte rrugë tjetër, u mbledhëm 3-4 veta, i bom skelet, këto janë të mijat. A ke parasysh? Po mira, është rrezikshme kjo për fëmijët për të moshuar apo shoqërohen? I shoqërojmë gjithmonë në shoqërim sepse fëmijët dhe kalamajt janë shumë vështirësi. Po nëse do ketë raste emergjente, urgjenca, gjëra të tilla. Ne të rritur të moshë, se kemi të moshë madhore, i shoqërojmë deri te rruga dhe nisim për spital. Këtu nuk ka mbikëqyrje as nga shteti, as nga bashkia, as kërkush. Nuk e di unë se kur se s'bajun pjesë në institucione shtetërore, por institucione shtetërore duhet ta dinë vetë që është një kanal atje, ku s'është pastruar që 30 vjet, mes një qendre turistike, mes një qendre ku njerëzit jetojnë. Shifë si është bo scaffoldingi këtu, i pa bazuar në asnjë parametra ligjore, ku kalojnë fëmija, pleqt, gratë, i smuri, ushqimi, gjitha hyjnë. Takimi i shtabit të emergjencës për këtë situatë shumë të vështirë është zhvilluar në orët e mbrëmjes të së premtes. Prefekti Genci Alizoti ka raportuar lidhur me problematikat në disa zona, ndërsa ka theksuar se përmbytjet në qytet dhe në zonat periferike të Durrësit janë shkaktuar si pasojë e mos furnizimit të hidrovorit me energji elektrike. Situata është përmirësuar. Problem që kemi një zonë pjesën e plazhit në Iliria, pas pallateve do në tek Rrudhës që i themi, e cila është përmbytur, atje kemi çuar grupet e zjarfikseve, po punojmë, kemi pas probleme në zonën e Shkozetit, edhe atje po punohet nëpërmjet po prapë thash grupeve të emergjencës. Shqetësimun e shoh situatën isha vetë ashtu në Knet. Deri në momentin që flasim nuk kemi evakuime. Ndërkohë kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako pohoi se shkak për gjendjen alarmante në Durrës është bërë mungesa e mos funksionimit me kapacitet të plot të hidrovorit në Porto Romano, duke sjellë edhe përmbytje të 10 banesave dhe bizneseve. Zonat e plazhit në 2 krahat e saj nga gabinat dhe gjithashtu mbrapa Holiday tek shinët e trenit janë të përmbytura. Kemi zonë shumë të rrezikshme mbas shkollës Beqirçela, ku ka qenë sismike, pothuajse atje ka probleme me disa banorë që jetojnë. Kemi vështirësi dhe probleme me zonën pranë gjykatës Apelit, deri tek tuneli, dhe pak në zonën e Portromanës. Kemi marrë disa masa fillimisht me gabinat e plazhit, kemi vendosur atje një pompë e cila po bën shkarkimin, sepse pothuajse 30-40 cm ujë kishte hyrë në këto gabine. Burime zyrtare nga shtabi i emergjencës bojnë të ditur se problemet me përmbytjet ka pasur edhe kanali i Plepave, ndërsa në fshatin Radë të bashkisë Mans ka përmbytje të tokave dhe shtëpive. Gjithashtu raportohet se kanali i Tonës në Sukt ka shpërthyer natën e kaluar, duke përmbytur shumë banesa dhe tokë bujqësore, ndërsa përmbytjeve nuk i kanë shpëtuar fshatrat Shën Vlash dhe Arapaj në komunën Rashbull.